Fermerët e dinë, por a e dinë shqiptarët, që në Shqipëri janë mbi 200 fermerë, ku pjesa më e madhe e këtyre, mbi 70%, dalin me humbi. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse subvencionimet në Shqipëri janë thuajse zero. Kjo ndodh sepse tregu është i pasigurt. Kjo ndodh sepse fermerët shqiptar janë të pabegenisur nga shteti. E pra, ne marrim përsipër, subvencionojmë çdo njësi prodhimi. Dhe kur them çdo njësi prodhimi, duke mos pasur për asnjë moment, për asnjë çast, tabu ose kufizime që duhet të kesh kaq kryer apo aq kryer bakti, që duhet të kesh kaq kilogram prodhim apo aq kilogram prodhim. Duke subvencionuar çdo fermer, qoftë dhe atë më të voglin që ka 5 bakti tim, duke subvencionuar çdo njësi prodhimi të qumshit, të produkteve bujqësore, të kulturave që janë sezonale, por dhe kulturave që janë vjetore. E pra, në Shqipëri duhet marrë fund. Duhet marrë fund hedhja e qumshit në rrugë, si formë proteste. Duhet marrë fund hedhja e produkteve bujqësore që me aq mund kultivohen dhe rriten nga fermerët shqiptarë. Shqipëria ka nevojë për një politikë të re për bujqësinë dhe blegtorinë dhe ne do t'ja dalim.